thurë kam pas një det bukur për thurjen e vargut 110 metër, por ëndra vazhdojnë përsëri. Lajmet janë të mira, faktikisht, mos këtë vit, vitin tjetër, mendime e Zotit do realizohet ëndra ime. Vargu i 110 metër sa ura 10 e mesit. Në këtë qepën e famshme, qepën e Drinshit, 300 meqare. Përshëndetje, quhem Kudin Plani, fermer i njoftën tani në rrjetet sociale, kudo nga Bosariba, nga veni traditës qepa Drinshit. Luhet me fanatizëm të theksum shumë. Është prioriteti kryesor qepa jonë, se kjo është qyrë para 300 vjetë, nuk i ka humbur asnjëherë vlerat. Nuk është një shije, ka dy, është qepa ëmbël, nuk djeg, edhe qepa është edhe që djeg. Kjo faktikisht, kjo djeg, kjo është varietet helit. Kurse fara tjetër është farë shniz, aja është e ëmbël. Kurse kjo ka jetë bën edhe me lotue. Të dy janë koruse, janë të jashtëzakonshme, shumë shishme. Se po më thoni sa, marrëm qepën e jashtme, e marrin e përdorin e përzgjill, nuk ju, kurse kjo përpunohet shumë shpejt. Është ka shije veçantë. Është, që thonë, numër 1 në botë. Aktualisht kam magazin 20 ton qep. Afërsisht 4 ton kam thurë vargje. Me nisi pak, si bëhet procesi i lidhjes qepës. Pastaj kam edhe përgatitur për klientat që vinë tonë, marrin qepën. Nisi pak. Atëherë, zona jonë ka hobi tradit 300 meqare qysh se ka kriju qepa, e ka tradit vargun e qepës. Nuk e kemi tradit tikpusin në përthasa apo në përarka, vetëm thurja varg është ka me tradit edhe këtë do mbrojmë këtë tradit kësmet. Da ndorë njeriu sa da me lanë vargun. 3-4 kg, vjen 5 kg një varg qep. Varet e madhësia qepës gjithmonë, se qepa vogël peshon ma pak. Kurse qepa madhe peshon goxha ma tepër. Vetëm estetik, bukuri, se po ta lesh këtë qepën e Drinshit në përarka, duket se i humb edhe bukuria, nuk i humb fara, humb tradita, çdo gjë. Bërja e vargut është thjesht estetik, se i takon me kënd qepës Drinshit. Nuk ka lidhje me jetëzatësinë, qepa po s'pas shëmundje, po ke kushtet e mira, qepa rron, qëndron gjatë. Kur ka vrugje gjatë të sërisë prodhimit, dihet e punë, fillon me problemet kapsitja. Afërsisht 10 muaj, jo një vit, po afërsisht 10 muaj qepa rrin. Dikur baba im, gjyshi, na tregoshin, e kemi vunë qepën e thatë varg. Siç kemi vunë korrik, ka ardhur korriku i vitit tjetër, e kemi vunë qepën tjetër në korrik, edhe nuk kemi mujt me dallue as qepa, cila qep është e re ose vjetra. Aq fort ka qenuar, pa prish asnjë koku qep. Gjitha punë, ka firë të veta, se një varqipet në korrik ta peshosh 5 kg, ta peshosh në 10 orë, zbret, pa karba si kokur. Po kja ka bukurinë.
Vazhdojmë me përgatitjen për treg. Disa klientë si blen qep, do t'i përgatitim në peshore këto. Nisni. Prodhimi ka qenë shumë i kënaqshëm, shumë i bollshëm, pa sëmundje këtë vit. Kam 2 klienta që vinë marrin qep për shtëpi dhe do i përgatisim. 50 kg afërsisht, një kjo vaj qepet, 30 lek, treja ka kostën e shpenzimeve. Që nga fara, punimi, deri te mjedhja të gjitha shpenzimet, 30 lek, treja shkojnë afërsisht. Edhe tash ç'ma çmim është me humje. Jam kanë usta në Greqi, usta murit se kështu, di me bë mur. Por tani çdo gjë po shkon në vend vet, jam në super ignoracën. 50.7. Klienti i parë 700 gram, do e përgatis në 2 qese, dhe klienti mëri pastaj vjen e merr. Aktualisht qepa po shitet me 80 lek treja kilogrami. Gjithmonë flasim te parcela, te shtëpia jeme në magazin. Edhe çmimi shkon 1000 lek të vjetra kilogrami, 100 lek treja kilogrami. Ashmim besoj i kënaqshëm, si nga ana fermerit, prodhuesit, po edhe nga ana e konsumatorit. Ja dhe klienti, do marrë dhe klienti këtu, do e paketojmë. E kështu me radhë vini dhe tjertë, kush do në mërë ma shumë, kush ma pak. Te kujtimi do në gjenë. Përshëndetje, i në rumë. Faleminderit. Maj pra. Boshin mirë. Faleminderit. Zotit rujt. Respekt. Gjithkosh qëtë prodhimit e veda. Mirë është me pas edhe na këto që ka jugo ose dibjaka, kanë bashkëpunim fermerësh, kanë magazina ku grumullohet malli. Jam bisedimi me të tjerë për këtë iniciativë që të bëni një grup fermerësh bashkum, kooperativ, kooperim. Po duke parë edhe mbështetjen e qeverisë, shtetit, na krijojnë lehtësira, se asnjë pikë grumullim nuk e ka zona jonë faktikisht. Duhet ta kemi një pikë grumullimit, paktën punojmë më rahat, punojmë më lirshëm, e kena mollin pak garantuar të shitën. Kështu punojmë me hamenje.